Zoti Shej, çfarë mendoni se i duhet Shqipërisë për të ndryshuar? Të gjithë flasin për ndryshim, me thënë drejtën. Në studion time tani më thres një pa numër të kam thirrë këtu, majtas, djathtas, të rinj, të reja, të pjem të thash, flasin për ndryshim, por nuk ka ndonjë përcaktim konkret çfarë është ndryshimi. Ju si e mendoni? Si mund të jetë Shqipëria më mirë? Ndryshim është fjalë shumë Madhe. E madhe, me thënë drejtën, se Shqipëria në fakt nuk ka nevojë thjesht për ndryshim, Shqipëria do përmbysër, si me thënë, do bëjë një republik tjetër, me kushtetut tjetër, me ligj zgjedhor tjetër, me reform tjetër administrative, me ligj për administratën publike krejt tjetër, do me thënë, do marë me themel. A do jam rrim kësaj pune? Këtë nuk e di. Po ndryshim nga ana kështu esenciale, e vogël, do me thënë, e dukshme, e kapshme, që është ky që të mos jenë më po të njëjtët njerëz. Edhe mbaroj, nga këtu fillon e mbaron shumica e fjalës. Pse? Po njerëzit i bëjnë këtu programe. Mendoni që është pak ideale kjo? Po jo, po njerëzit... Ja, se pozojmë se të dielën, si shto Tilda, bie Edi Rama, të dielën e ardhshme. Të enën tani, ju thoni, dhe vjen Sali Berisha. Po, nuk o në ndryshimi madh. Këja po të them unë ty. Pse? Po është e njëjta përsëritje për atëherë, ma thuj në cilën skem, në cilën lloj filozofie u quka ndryshim që vjen po njëti, hik po njëti vetë. Kjo është vetë mbyllja e dialektikës politikë shqiptare, prandaj politika shqiptare ka përfundu këtu ku është. Një të gjendë do të thotë drejt. Ky është koncepti im, bazë nuk më vjen fare zorë me e thënë, sepse këtu e di që sa të maroj këtë fjallë, unë këtu të qike Facebooku, turë një 30 ignorantë. Po shru që. Të gjithë naturën. Kuptoti ajo. Por unë them që në qofë se nuk ka përcejet kjo punë, kjo që quhet ndryshim nuk është në ndryshim, sepse janë po të njëjtët njerëz, i njëjti mentalitet, biles do përkeqësohet, po ta krahasosh Berishën e parë me dytë, me tretë, sigurisht që ka ardhur përkeqësim. Përkeqësim të Po pra, absolutisht. Kuptotja, Berisha i parë beson të këtë demokracia. Ky i dytë ka besu ke pushteti. Ky i treti ka dhe ca tjera, halëm kuris. Ky që ta lejmë këtë punë. Unë gjykoj që rinia shqiptare, shteti shqiptar, që jo shtetir, se shtetin këto e kam bërë, dhe fatkeqësisht që ke i dasin, dajmë periudat Shqipëri, koha Enver Hoxhës, koha këti, koha... Pse ne nuk na kanë qeveris institucione, ne na kanë qeveris njerëz, individ, dhe individi maj mirë në botë me qenë, gjithë një është i gabushëm, është i korruptushëm, kur rri shumë ko, i pëlqen pushteti absolut, e keni paju që flasim vetë tretë to, sigur me thënë unë sonte, a i dasha mirë shejem, do me thënë ne kena mërit në i limit qesharakë shtuarë, në i farë mënyre, por prandaj po them, unë kam shpresë që një pjesë e këtyre të rive dhe ne i pjesë e të vjetërve, po e fuz vete, që kena kurajen me i thënë sa gjëra, që hajde të ndryshojmë realisht, po i bëjmë i thirrje qytetarëve, po reagun pozitivisht, të rego që kemi ca sheja për të shku për para, për të ndryshu. Kemi shenja. Por unë nuk e mohoj atërë, se njerëzit mendojnë këtu ato që ky thot i bie PD-s, absolutisht fare. PD ka mbrena mira, vajza e djemë mira. Edhe aty është farmi dhe i ndryshimit, po nuk mund të vazhdoj pa më këtë loje. Bëjnë gjithë sigur se kuptojnë. Çdo me thonë kjo punë. Që ka ndryshimit, që ka ndryshim të? Zonja thot programi, shumë i bukur është. Programi i bukur. Kuptoti ajo. Ja po ta themu në shi bukur, i mirë është. I egzageruar pak, po i mirë. Programe kam shkruar dhe unë për PD-n. Edhe ky që kam unë, është biles ky them që është më i mirë. Më i bukur akoma. Se, sepse e kam bë pak më të shtrëngut. Jo këtë këtu e këtë atje e kështu, por gjithsesi është i mirë, të mira janë programet. Po kush njerëz do i zbatojnë më? Pse që kanë zbatushëm këto të këtit e jo të ati tjetërit, vetëm ky e pas ka drejtën absolute. Unë për shembull ja i thatë ju të gjithë ato, jo taksa. Unë du t'i kthej pronarve mallin e vetë. Se ka bë, as PD-ja, as PS-ja. Dhe ato që du me morë pronat, po i them, mos votoni ato që ju a morën pronat.
Prandaj, edhe po ja them E ka bërë, nuk e ka përfunduar, po. E ka bërë, që ka bërë, e ka bërë. Atje, Po janë të prona në Shqipëri, pëse nuk është kjo asnjë. A di kur doktori jo? Pret, a di kur është programi i rëndësishëm, që halli kanë shqiptarët sot, kam pasigurie. E kemi. Po pra, tu ka pasigurie, për çdo gjë, higën prej Shqipnie, higën dhe ai, edhe ai higën prej Shqipnie që i ka një 2 rroga, po e zemë, për të mira. I ka dhe ai higën prej Shqipnie. Sa Edi Rama i kështë bërë atë grafikën aty e pat, ajo është gënjeshtër. A di pëse për të theme gënjeshtër? Sa i thot paga mesatare ishin 2013, 370 euro i fut kot. Ja po e them ka të kje. Ta shi kjo e ka bëj mirë, po ja po i pys shqiptarët se ndoshtë më dëgjojnë të shi gjysë më të natës. Ore ku shjega i që merë ka 2 herë gjysë rogën sot? Ma thot me një profesion, hiq sa grupet vogla mrena kryeministri. Sa kanë shkuar të... Kush ma thuj një mësus që i merë ka sot, 2 herë gjysë rogën e 10 vjetëve për para. Ose i doktor, ose i oficer, ose i polic. Pëshë ajo është i gënjeshtre. E po këtu o puna që i burit këtu, i kanë këtore të mdhejt, dhe zërat e arsyes këtu, nuk të gjojnë fare. O je me këto, o je i keq. Ilda tani, të djelen, ja, një sekund, bje drama të djelen. Të enën tani, ju mblidheni, marrë të mërkurën dhe nëzirni pastaj për 1 muaj, për 2 muaj qeverin. Si e bëni Shqipërinë më të mirë tani? Do t'jetë doktori, kryeministra, apo jo, dhe pastaj do të qeveriset Shqipëria, apo ja? Si e bëjmë Shqipërinë? Mendoj që ne kemi një ekip me njerëz që janë njerëz me integritet, se mendoj që një nga problemet më të mëdha sot ylli është që kjo babzia ka që shfrenuar, që e gjenë kudo, kjo është gjëja që të gjithë njerëzit presin të zhduket me njëherë. Do mendoj që ne aty kemi disa njerëz, burra dhe gra, që janë jo vetëm të aftë, jo vetëm kanë përvojë, por kanë edhe integritet. Dhe kanë provuar këtë në profesionin e vetë, aty ku kanë shërbyer, dhe në këtë formë japin një besueshmëri më të madhe qeverisjes nesër. Këta do të vijnë në kryet vendit, do të zbatojnë atë program qeverisjes që ne kemi, nuk do të jetë lehtë, do të jetë shumë e vështirë, sepse situata ku ndodhemi është jashtëzakonisht e vështirë. Ne jemi të sinqert, nuk bëjmë gënjeshtra, unë për paktën e pranoj dhe e pohoj me plot gojnë që do të jetë një sfidë shumë e madhe dhe një vështirësi shumë e madhe. Dhe një nga vështirësit e mëdha që ne kemi është që njerëzit kanë ikur dhe po vazhdojnë të ikin. Një nga këto vështirësi. Sepse që të ndryshohen edhe ata që punojnë në institucione, të gjithë ata njerëz që janë të korruptuar, që kanë bjedhur, që janë të paaftë, se kemi 5 veta në një vend pune për të bërë një punë që e bën vetëm njëri dhe 4 të tjerë rrinë kot, duhet gjesh njëri tjetër të jetë po aq i aftë, po aq i përgatitur dhe nuk kemi shumë të tillë.